Vëllezër, po të mundohemi të gjithë që mirësitë e Zotit i numrojmë s'kemi me mujtë, sepse ashtë për shumë të janë. Madje nëse mundohemi një nga mirësitë e Zotit, flasim për vlerën dhe rëndësinë e tij, madje tërë jetën tonë, prapë nuk do të mundem. Fjala është për Kur'anin, vlera e Kur'anit famlar, libër në të cilën Allah te bareke ve taala e vendosi një kushtetut, një rregull se si njeriu qenia në të menduar duhet i qaset të mendojë dhe cilat janë ato vlera dhe ato dobi që njeriu nëse i përfil dhe i zbaton dhe i mëson dhe i praktikon, jeta e tij do të jetë fitimtare në këtë dhe në botën e amshme. Fillimisht do të hasni në emërtimin e librit të shenjtë. Ka më shumë se sa një emër që është Kur'an, është Furqan, titullohet Tanzil, Dhikr, El-Kitab dhe kështu me radhë. Nëse fillojmë të gjitha emërtimet e librit të Allahut t'i numrojmë dhe t'i shpjegojmë, kërkon shumë kohë. Meqenëse se është e tillë, do të flasim vetëm në aspektin e vlerës së Kur'anit. Se pari aspekti gjysor, i madhi Zot në kapitullin e 2 të librit të shenjtë, mes tjera thot dhe jep një shembull gjysor pa parë dhe të pa përshkruar ndonjëherë. Dhe thot kështu Elif Lam Mim, 3 shkronja simbolike sipas një mendimi që simbolizon Elifi Allahun, Lami Gjibrilin alayhi salatu wassalam dhe Mimi Muhammedin alayhi salatu wassalam, megjithatë kuptimin e saktë të këtyre 3 shkronjave simbolike nuk e kupton askush përveç Allahut te bareke ve taala. Ajeti i dytë i radhës thot Dhalikel kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Nëse do ta përktheni në aspektin gjysor, do t'i bie kështu aj aty lart, aj aty që është i çmuar, që është një pjedestal më të lartë. Do më thonë dhalik i thuhet kur është për qëllim hona, kur është për qëllim dielli, e që Kur'ani është më i rëndësishëm se sa 2 planetet e sipër përmendura, ai atje apo në gjuhën tonë shqipe ta kthejmë dhe ta përshtatim ky libër, është që nuk ka dyshim në të. Hudan lil muttaqin, udhëzues, udhërrefyes, drejtues për të devotshëm. Shikoni metodën dhe formën gjysore se sa i thellë është Kur'ani. Se sa larg shkon që të mendoj mendja dhe ta lëviz mendjen e njeriu besimtar, se nuk ke të bëjsh me një libër që është thjesht që ka ardhur që dikush e ka shkruar dhe e ka përpunu, po ka ardhur nga lart, nga krijuesi i të gjitha krijesave dhe mbetet fjala e tij, fjala Allah te bareke ve taala, kurse si e mposhtur. Në meditim, vëllezër, ky Kur'an i flet mendjes dhe meditimit. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. A nuk e përfillin me vëmendje Kur'anin? A njerëzit nuk dojnë me përfill me vëmendje, me qetësi, me mendje, mbretësi këtë libër hynor? Sikur t'ishte nga krijesat e Zotit, do të gjeni në të shumë kundërthënie. Po t'ish një vepër njeriu, do të dilje dikur, ndonjë kohë, ndonjë vend, ndonjë situatë, ndonjë rrethon që dikush do të gjejë fashëtënme, do të gjejë pa qarta, pa shpjegueshme, do të gjejë gjëra të cilat janë skaduar nga moda, po me qenë se libri Allah te bareke ve taala, a nuk e përfillin njerëzit me vëmendje Kur'anin, sikur t'ishte prej dikujt tjetër, përveç prej Allahut do të gjeni shumë kundërthënie. Kur'ani, libri Allahut, është edhe dobiprus. Dobit e tij janë të shumta. Si në aspektin gjysor, në aspektin shpirtëror, në aspektin e besimit, në aspektin historik, në aspektin shkencor, në aspektin edukativ, në aspektin moral, në aspekte të tjera të cilat na nuk mundën të gjitha të përmendëm këtu me një hutbë të shkurtër. Wa hadha kitabun anzalna mubarakun fattabi'u wattaquhu la'allakum turhamun. Dhe ky libër dobiprues ju sjell dobi o njerëz.
Dobia ti është shumë madhe. Madje aq është e madhe sa njerëzit nuk mund ta perceptojnë sa është dobi gruas Kur'ani. Ne e zbritëm thot Zoti. Nga Zoti i zbritur, përmbahuni këtij, mos e dividjoni rrugën e tij, përmbahuni tij, sepse është nga lart, poshtë njerëzit. Ruani ashtu që të mëshiroheni. Fjala e tij, gjoksat tonë duhet të depërtojnë thellë. Ta ruajnë fjalën e Allahut. Mësimet e tij, mësimet e pejgamberit e tij alayhi salatu wassalam. I zbritur nga Zoti. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Atyre që u dhanë librin muslimanëve, librin për të gjithë njerëzit, atyre që u dhanë librin e dinë se Kur'ani është i zbritur për Zotin. Prej Zotit tënd saktësisht. Mos u bëni nga ata të cilët dyshojnë. Madje edhe ajo që ishte profeti jon alayhi salatu wassalam, që nuk dinte të shkruaj dhe të lexoj, është një argument mjaft i qartë se njerëzit mos thojnë dhe mos mendojnë se ja ai ka qenë i zgjuar dhe ka pas lapsin dhe pendën dhe ka ditë ta qenis këtë libër e me pastaj njerëzit ta kenë si model. Jo. Madje edhe lingvistikët më të mëdhenj të kohës së pejgamberit alayhi salatu wassalam, madje mushrikët e Mekës urvatën me lloj-lloj provash. Lloj-lloj pyetjesh dhe pritën njerëz të mprehtë që kishin artin e shprehjes që të vijë çasti dhe momenti që të ballafaqohet me Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam ti personi tha, apo më lejon të lexoj diçka nga libri i Allahut. Ai njefte mirë shumë poezi, ai kishte njohuri për të gjitha lanit e artit të shprehjes, dhe kur Muhamedi alayhi salatu wassalam filloi duke acitu fjalët e Allahut te bareke ve taala, ara në sejdë dhe tha wallahi kjo nuk është nga njeriu. Këto fjalë nuk janë fjalë të rreshtuara siç ne i menduam dhe i mendojmë. Vlera e leximit dhe dëgjimit të tij është e madhe. Jo vetëm vlera e leximit, që duhet rinia jon ta lexojë dhe të meditojë me të shumë, madje ai që cili nuk e kupton leximin e tij, ka shpërblim në dëgjimin e tij. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Kur të lexohet Kur'ani, kur dikush e lexon fjalën e Allahut te bareke ve taala, ju dëgjoni me vëmendje. Kur e dëgjoni me vëmendje, qoftë edhe aty në iPhone, qoftë edhe aty te shtëpia, qoftë edhe në televizor, qoftë edhe nga hoxha, qoftë edhe nga mezini, qoftë edhe në xhami ka një besimtar, e çon zërin e tij dhe lexon fjalën pa dalë ngjyre, gjuhë, tradite, kulture, kudo qoftë, e lexon njëjtën fjalën e Allahut te bareku ve taala. Kur lexohet Kur'ani ju dëgjoni me vëmendje dhe heshtje, qetësi. Jo lexohet Kur'ani na me fol. Kur lexohet fjala e Allahut me pas heshtje në mënyrë që të mëshironi, duke hesht ka mëshirë Allah te bareku ve taala. E fitoni mëshirën e Zotit me heshtjen që i bani, me respektimin që i bani. Atëherë vëllezër, ju qetësohet shpirti, ju mbushen zemrat me besim, madje vëllezër, parë tonë të mirë e sërbu salih, ju ka ardhur turp edhe kom një shtin drejtim Kur'an, drejtim çadës, drejtim xhamis. Prandaj duhet të pas shumë kujdes. Është fjala e Zotit, nuk ka fjalë njeriu, nuk është libër i thjeshtë. Ta meditojmë kështu, jemi të folë për një libër hyjnor, nuk jemi të folë për një vepër epike dikujt që ju ka tekë dhe e ka shkruar. La'allakum turhamun, në mënyrë që të mëshiroheni, që Allahu të sjell mëshirë dhe qetësim në shpirtat juaj. Por pas që Kur'ani jo këshill, është edhe shërim, e shëron shpirtin, e shëron zemrën, e qetëson njeriu. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. O njerëz, juve ju erdhi nga Zoti juaj Kur'ani
dhe shërimi asaj që gjendet në kraharorin tuaj në zemër. Shërim ajo që gjendet në trupin tuaj. E ka bo Allahu Kur'anin shërim për zemër. Edhe udhëzim, edhe mëshirë, edhe shërim për besimtar. Që i bie që nëse je besimtar dhe je musliman, atëherë të vynë Kur'ani. Atëherë është dobi pruës Kur'ani. Në të kundërtën, nuk fill dobi, sepse zemra e mbyllën, ja u bojnë zemrat e tyre të mbyllën, që shkanë ardhë në disa jetet të shtrënguar, të ngurëcuar, ata nuk mund të kuptojnë. E kuptar besimtari i sinqert, madje besimtari i ditës së gjuma, kur i ndëgjon këto fjalë dhe prekin thellë zemrën e tij, lën gjuhën të pashlyerë. Është realitet. S'mund dikush nga muslimanët ose jo muslimanët mos me pranu realitetin e Kur'anit. Nga se thot Allahu Elif Lam Ra, 3 shkronja simbolike. Tilka ayatul kitab walladhina anzalna ilayka min rabbika bil haqq walakin akthara an-nas la yu'minun. Këto ajete, kësaj kapitine dhe tërë ajo që të shpall ty janë realitet. Po shumica e njerëzve nuk besojnë. E shef që është realitet, kur nuk e beson në realitetin. Që kur ajë që nuk e beson në vekën. Aja i tretet në derë çdo qas. Aja e merë tafën e vetë, ja merë pëjshin e vetë, ja merë katunajnë e vetë, ja merë mikin, dajnë, vlaun, motrën, babën, e din që është realitet. Po dhe Kur'ani është realitet. Që është udhëzim, dritë, shërim, mëshirë, qetësi, mësim, edukim, përparim, e kështu me radhë. Është realitet, ama shumica njerëzve nuk meditojnë. Është kushtetut. Kur'ani fjala e Allahut është kushtetuta më e kompletuar, madje kushtetuta e pakrahasueshme në tokë. Një kushtetut realitetin njerëzor e ka. Të tjerat janë kushtetuta që njerëzit i ndryshojnë në bazë të tekeve, kojtjeve, situatave, subjekteve politike, shoqërore, edukative, edhe ndryshon mas një kohë. Kjo kushtetut, që është fjala e Allahut, kjo është e pandryshueshme. ذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Dhe ashtu që ne shpallëm atë Kur'anin kushtetut në arabisht. Ka dash Zoti me nxjerr këtë gjuhë për shkak një fakti, manë mam fytri. Gjuhët njerëzore kanë fjalë, kanë shkronja, kanë fjalë të shumta. Ka fjalor dhe gjuhë ka 30.000 fjalë, 100.000 fjalë, 200.000 fjalë, ndoshta gjuha anglezi ka 800.000 fjalë. Gjuha me të cilën ka zgjedhur Kur'ani i shenjtë i ka 12 milion fjalë. Shprehjet të cilat i ka përzgjedhur Allahu janë përtej 12 milion fjalëve. Aq shumë janë përmbanësore dhe aq shumë janë të fuqishme. Sepse fjala e Allahut është e pakrahasueshme, e pakontestueshme, absolute. Jeni të folë për fjalën e krijuesit, jo fjalën e krijesave. Prandaj na kuptoni dhe ta mirë kuptoni vëllezërit e imanit. Dhe ashtu që ne shpallëm Kur'anin kushtetut në arabisht, e nëse ti pas ti kanë ardhur argumente të qarta, shkon pas dështimeve të tyre, ti s'ke prej Allahut as ndihmë, as mbrojtje. Fjallën e Zotit e le, shkollë në fjallëve dikuj tjetër. Fjallë e Allahut tha kështu, ti zgjedhë një fjallë dikuj tjetër. Atër s'ki shpetim, mos kërka shpetim nga unë Allahut. Ndërmjetësus në ditën e gjykimit. Që ky Kur'an që keni këtu përpara, është ndërmjetësus. Ka biçu Allahut të folur, ka me ndërmjetësu për ju, ose kundër jush në ditën e gjykimit. As-siyamu wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Agjerimi dhe Kur'ani janë ndërmjetësues ditën e gjykimit. Thot agjerimi yaqul siyam ay rabbi mana'tu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahari fashfa'ni fi. Thot agjerimi una e pengova që të haj e të pi gjatë ditës dhe kërkoj ndërmjetësim dhe Allah jep ndërmjetësim. O yaqul Kur'an, thot Kur'ani, flet Kur'ani, fjala Allah vet flet. Rabbi mana'tu an-nawma bil-layli. O Zotim jam ndalova gjumin natën. Po pse, o Zot? Po ky e ka lejë natën të lexu Kur'anin. Të lexu fjalën tonë. Bil-lejli
feshfa'ani fihi, qal feshfa'ani. Kërkojmë o Zot ndërmjetësi, shefat, fali për ta. Dhe Allah ja këtë mundësi. Për shkak se kalon vetën pa fjetë. O të ri, o vëllezërit e mi, o madashët e mi, bënë edhe program jetë, ka program, o jetë ri, ka programa edhe në telefon. Zbret e vëllai dashur, kushton 10 sekonda për me zbrit. Kur'an, shtype, e ku të pish me flejt, le s'paku le, zoti shka nga fjallë Allah. Pak sot e pak nesër, pak, gjendja jote shëndetësore, shpirtnore, edukative, arsimore ndryshat. Allahu na bëft nga lexuesit e Kur'anit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. E falenderojmë Allahun, salatu wassalamu i dërgojmë pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam. Me qenë se janë dobi të shumta, po mjaftohem edhe me 2 ajete, 2 citate nga libri i Allahut, më nxjerr njerëzit prej errësirës në dritë. Kështu merr Zoti errësirën edhe dritë për shembull. Kur'ani sikur e nxjerr njëri prej territ, e Kur'ani është drita që e nxjerr njëri prej çati terri, zëm e të shkret e çet në libër, e çet në dritë. Alif Lam Ra, kitabun anzalna ilayka litukhrijan an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ky është libër, ne të shpallëm ty që më urdhën e Zotit të nxjerrësh njerëzit prej errësirës në dritë, në rrugën e fuqit plotit dhe ta falenderojmë Allahun, falendëruesi. Pastaj është i plot kuptimshëm. Kuptimet e tija nuk janë cekta si kuptimet tona. Çka patë për kuptimin? Edhe lehtë kuptohen. Fjalët e Kuranit kanë shumë kuptime. Janë 8 dimensionale. Shumë dimensionale, nuk kanë dimension të caktuar, kuptuarit e thjeshtë. Prandaj ka pas nevojë me dhjetra me qinda shpjegime, ndoshta me mira, se thash me qinda e zvoglova këtë çështje që në shku kuptimet e Kuranit dhe domethënia e tyre. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab wal Quran al mubin. Këto ajete të librit të Kuranit të plot kuptimshëm. Këto ajete që kanë kuptim të plot. Janë sekundi edhe udhëzim për në rrugën e vërtetë. Inna hadha al-Quran yahdi lillati hi aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Është e vërtetë se Kurani udhëzon për atë rrugë që është e vërtetë. Ka shumë rrugë, ama rrugën e vërtetë ta mëson Kurani. E besimtarët që bëjnë vepra të mira i përgëzon në ato, pa dyshim do të kenë shpërblim të madh. Besimtarët i përgëzon këtë botë ta jep mysën Kur'anit se ki shpërblimin e madh në botën e amshushme. O Allah, na bën nga ata të cilët e lexojmë librin tonë, e meditojmë, e mësojmë, e praktikojmë edhe sunetin e Rasulullahit alayhi salatu wassalam. O Zot, na fal gjunat që i dim, ato gjunat që nuk i dim, o Zot, ato që i bëjmë nga harresa dhe shkujdesi. Ja Allah, na fal të gjitha ato gjëra të cilat i bëjmë pa qëllim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum ibadallah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.